tona paguajnë. Një shqip pse si ke lajmëruar të vinë? Ti e di shumë mirë çfarë gjendje jam unë. Tash i vetëm me policinë a na nxirrin se ne nuk ikim këtu. Asnjëri do të vizë nga këta këtu ja. Lajmëroni këtë doni. Ne duam përgjigje konkrete. Çfarë do bëj? Kam një muaj e gjysmë që ju kam lajmëruar edhe keni matur edhe tokat ku janë dëshpërblime. Ama më kthej një përgjigje. Çfarë të rrim si ujë këtu? Lis, ç'mëri ashtu? Çfarë mëri ashtu? Dhe një përgjigje, jo ma se s'kam baruar. Të vinë të tërë, ata e të marrë përgjigje konkrete. Qarë do bëhet, do marrim gjallë, do marrim ma. Nuk t'ja të përgjigje. Po, diun kush ashtu, le të vi kush doj. E thirini. E ku janë, ku i ke ata të shi? Por e nuk lëvizin e të ma përgjigje konkrete. Julian, hajtë të recitojmë, më thoni juve. Po qa të recitojmë da shi këtua? Po e na kësë një përgjigje, 4 shqiptime të time, qa të bëjmë? E po qartë të gjojme ti për reciton Bereli, qartë ne e tim sa janë hektarë për të mbytur, e tim që portat si apët i latë mbyllur, e tim të tëra. Ta shi qartë do bëhet. Informacion ta shi ka 3 probleme për tokat, apo jo, e të tim ne të vazhdojmë me protesta. Se s'ka rrugë tjetër. Ke një muaj e gjysëm që ke matur tokat time, ka erdhë njeri të thotë re. Duam të sjellem vëmendjen tuaj se si rezultat. Qartë të sjellësh Bereli, kota shi të sjellësh.